A ndjen presion shoqëror për të martuar përsëri? Jo shumë, nga njëherë kështu, e më thojnë nga njëherë, po, unë e di që ka baj, s'është patjetër ndoshta. Familja apo shoqënia? Shoqënia ma shumë, familja asnjëherë nuk është që e kom ndëgju. Përpos ka njëherë babes në fillim, ama jo. Si u përgjigjesh komenteve ose mendimeve të tjerëve për statusin tënd? Unë jam shumë e qelë kështu si person, edhe i marr shumë me pozitivitet kur të mbojmë pyetje, edhe po, kështu shumë mirë, me mirë kuptim, po, s'është që është ngarku me diçka. A e ndjen që roli yt si nën e vetme të ka forcuar apo të ka lodhur emocionalisht? Unë mendoj që mu më ka forcu shumë si femën, edhe normal që ato emocionet si nanë janë patjetër, ama jo, unë mendoj që më kanë forcu shumë a shumë. Çka mendon shpresa për martesën tani pas përvojës së parë? Çka mendoj? Se di, ndoshta më e fortë, mendoj shumë ma mirë, e mendoj që do të me pas një hap ma të sigurt, edhe shumë ma vështirë pak me vendos. Çka ëndrron për të ardhmen e dy djemve të tu? Besoj që kanë me konë shumë mirë, deri tash janë tepër mirë, janë shkollë mirë, edhe shpresoj që kanë me konë ndoshta shumë ma mirë se nëna e vetë. Si arrin ta balancosh jetën personale, prindërimin dhe sfidat ekonomike? Si mirë, në fakt, në fillim ndoshta ka qenë pak ma vështirë, ama tash edhe pak e ndihmojnë edhe djemt, me punë, punoj, edhe gjitha i qesë, do me thonë, çdo gjë i qesë në balancin e vetë, edhe mirë. A je ndjerë ndonjëherë si kur njerëzit po të shikojnë me mëshirë ose gjykim? Me mëshirë asnjëherë nuk më kanë shiku, se unë nuk e kom tregu veten për me më shiku për mëshirë, po para gjykim po, kanë paragjiku, bajage. Çfarë këshille do a jepje grave të tjera që ndodhen në një situatë ngjashme me ty? Të vazhdojnë përpara, mos t'i ndëgjojnë fjalë se çka thonë, të janë të fortë për familjen e vet, sidomos për fëmijët e vet, edhe për vete.